proponuar çmimet. Tu jemi shumë qartë. Çmimet i vendos tregu. Por, në rastin e kësaj industrie, çmimet duhet i vendosi vizioni strategjik i juaj për fatin e investimeve tuaja. Nëse këtu po bëni investime vërtet masive, vërtet ambicioze, një pjesë e juaj këtu po punojnë me arkitekt huaj, po synojnë të bëjnë struktura realisht të nivelit më të lartë. Ju e dini më mirë se unë që hoteleria e ka investimin të madh dhe kthimin të ngadalt, të sigurt po të ngadalt, do durim, duhet mendoni për fatin e këtyre investimeve. Kjo nuk është diçka që po e them unë apo e themi ne që t'ju bëjmë juve propagandë, se në fund të ditës kush vjen për të bërë turizëm, kush vjen për të bërë pushime, kush futet në restorante, ka menduar vetë edhe nuk është ky qëllimi jonë. Qëllimi është që të lexojmë çfarë ju ka ndodhur tjerëve. Nuk është diçka që po e parashikojmë në hava. Ju ka ndodhur vendeve të tjera. Në momentin kur befas janë gjendur përpara rezultatit të hapjes dhe të transformimit në një destinacion të kërkuar, janë dehur edhe kanë vepruar si të dehur, duke ofruar shërbime të dobta dhe duke vendosur çmime të larta. Dhe si rezultat i fluksit që ju është gjendur përpara, kam pasur mendjen e ngushtë duke menduar që njerëzit 12 milione, 13 milione, 15 milion do t'i kenë aty. Dhe kanë filluar të investojnë, siç po bëni ju. Të investojnë për më shumë, po ndërkohë duke kërkuar të fitojnë shumë në atë moment. Çfarë ju ka ndodhur? I kanë mbetur në derë investimet se nuk kanë ardhur më njerëzit. Nëse Vlora do të marri njollën e vendit ku ti paguan më shumë se sa çfarë të ofrohet dhe ku ti paguan më shumë se sa ç'mund paguash duke shkuar në Greqi, duke shkuar në Turqi, duke shkuar në Kroaci, juve i keni bërë gropën vetes. Po flas për gropën e investimeve. Është kaq e thjeshtë. Pra duhet një strategji afat mesme të paktën se si juve do merrni një fitim të arsyeshëm dhe jo fitimin që realisht mund ta merrni në atë moment sepse ai mund t'ju kthehet në bumerang.